mbrëma miq, mirë se u kthyet në vetëm sport. Rikthehemi tashmë kur janë mbyllur ndeshjet e çerek finaleve dhe tashmë kemi 4 gjysmëfinalistët. Shumë ndeshje të bukura me gola, me emocione, me episode që do t'i diskutojmë në vazhdim. Mirëmbrëma Geri. Mirëmbrëma Ruxhero, dinamika dhe futboll shumë i bukur. Fillimisht falenderojmë sponsorin tonë Vodafone, rrjeti kampion i certifikuar sërish dhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone. Tani vazhdojmë me ndeshjet. Po, fillojmë me ndeshjet e zhvilluara, çerek finale. Francë-Marok 2-0, Mbappé dhe Dembélé. Kjo ishte pjesën e dytë. Ndeshja parë. Po, që u lut Francë-Marok. E kishim parashikuar që Franca kishte disi të lehtë në letër, po që pritshim diçka nga Maroku, duke ditë performancat që ka bërë gjatë gjithë kampionatit. Po që të them drejtën nuk rezultoi ashtu. Do ta diskutojmë pak, po e përmbledhur me 2-3 fjalë, Franca e uli me këmbë tokë dhe zvogloi Marokun Geri. Dhe nuk u pa fare i Maroku i asaj performance që kishte bërë me ndeshjet e tjera, me ritëm të lartë, me kundërsulme, me pressing e tjerë, do në gjëra që ne i pam ke Maroku në ndeshjet e tjera, kurse me Francën sikur asgjë nuk po funksiononte. Ishte më zbet si skuadër Maroku, pak më e tërhequr në mbrojtje, po duke parë edhe që po lundte me Francën kësaj here, kërkoi të kishte barespeshim në mbrojtje, paktën kërkoi që të studionte Francën në fillim të lojës dhe më pas tentoi disa herë për të bërë në krah me Hakimin, po ishte shumë e vështirë për të luajtur me Francën, duke parë mesën e fushës kontrollonte Franca dhe ajo që ka bën përpara me treshen përpara sulmit Mbappés, që do ishte e ditur që do ishte shumë e vështirë për të sulmuar ose për të bërë ballë Francën. Unë masi pash një 20 minuta loje arrita të kuptoj jo vetëm unë, besoj të gjithë që Maroku rjeshtu dhe me idenë që këtë ndeshje nuk e hajdot dhe mundësisht ta çonte në shtesë, me mëtej me penalti, që të kishte edhe shanset e lotarisë, shanset e veta, sepse në fush nuk është se e pa shumë qartë. E pa shumë qartë që Franca nuk e përballonte dot. Dhe nuk pam domethënë atë Marokun me atë grintën që kemi pa, po kjo domethënë nuk është ti bish në thojza Marokut se sa ti japësh meritat Francës. I Francë e frikshme që e kemi thënë gjithmonë që është kandidatja numër 1 për të fituar Kupën e Botës, me super letar, me shumë pressing, shumë të fuqishëm dhe fizik, që fitonin shumë dy luftime. Maroku dhe në ato raste të rralla që fitote dy luftimet, nuk arrite dot të kombinote, të shkote deri ke pasi tret, që të ndërtote aksion për të kundërsulmuar ose për të ashtu, sepse Franca e thyte shumë shpejt. Pati penalti për diktatorin për Francën. Edhe nga Mbappé. Më zhgënjeu çik Mbappé, më zhgënjeu në sensin që ai zakonisht i bi penaltive fort. E bëni shumë ndalim. Gjysë lartësie, deshte me mashtru portierin me atë ndalimin me lëvizjen, po ishte një super portier dhe ka performuar mirë ky portier i Marokut. Gjatë gjithë botrorit. Jo, ai është paraqit mirë, priti dhe penaltin, po që domethënë ai që kuptoi çik futboll e pa që edhe kur Franca humbi penaltin nuk kishte asnjë lloj emocioni negativ ose dëshpërimi, vazhdoi po me atë ritëm, e dite që përfundimin e ndeshjes, domethënë nuk është se zakonisht kur një ekip humb penaltin fillojnë ndryshojnë çik dinamikat e ndeshjes, merr çik zemër ekipi kundërshtar ai që ka prit penaltin dhe demoralizohet çik ai që ka humb, po në këtë rast s'kishte asnjë lëvizje diagrame emocionale të Francës, po fare. Franca vazhdoi ashtu me atë ritmin e vet të frikshëm që të mbyt domethënë në qarkullim topit ose nuk le me lut domethënë traç.
Shoh edhe një statistik për Marokun, ka gjuajtur 0 shanse, big chance le të themi, që ishin raste që mund të ndryshonin fatet në ndeshjes dhe vetëm një gjuajtje jashtë porte pastaj, ndërsa për Francën 8 gjuajtje në portë dhe 8 gjuajtje në total dhe 6 ishin në portë. Po, Dominik, vim ke ajo që të thash që Maroku e kuptoi, domethënë, e kuptoi shumë shpejt forcën e Francës edhe u rreshtu mbrapa shumë rinunciatarja, si i thonë, për të reaguar ose për të sulmuar Francën, do me shpresën që të shtytet sa të shtytet barazimin, po që me atë Francë nuk ja del dot. Shënoi Mbappé atë golin shumë të bukur, e çoi aty ku s'mund shkote dot portieri, gjujtje kirurgjikale. 1-1 me një mbrojtës Edhe aty e çbllokoi ndeshjen. Po gol që erdhi jo kështu i papritur, u priste nga moment që Franca të shënote. Më pas shënoi dhe Dembele, që e kopsitën e çon 2-0, edhe ishte reagimi i Marokut ishte inekzistent, e pritshme, Marokut duart rokitje për deri këtu sa erdhi, bëri mirë, po përballë një Franca që është kandidatja numër 1, Geri nuk kishte çfarë tipte më asgjë, që kështu Franca kalon në gjysmën finale me merit dhe me kolla e lig, do them, duke pas jo ekipin kundërshtar shumë të dobët, ishte Maroku disi, po që me armët dhe me performancën që po Franca e kaloi shumë lehtë. Shumë lehtë ishte, po. Një ndeshje shumë e lehtë për Francën. Veproi mirë, mbylli ndeshjet në momentin e dur, mirë, dhe u kualifikua. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Spanjë-Belgjik 2-1, Fabian Ruiz, Merino, ndërsa për goli barazimit për Belgjikën është Dekateler. Spanja me Belgjikën ndeshje vendosur në minutat e fundit. U bë ndeshje interesante fort. për sa i përket edhe se si shkuan golat. Kishte edhe një rast që le për të përmendur, një prekje me dorë që duhet ndryrën vari, po Po, më duket se ishte 1-1 rezultati. Jo, ishte 2-1 për Spanjën dhe më pas. Po jo, më duket se Spanja 2-1 bëri nga fundi, më duket se ka qenë më përpara. Jo, po nëse çrën si ka, ishte ke shumë të drejtë, ndjes, ishte një episod që ndjes. Po. E largoi mbrojtja Francës topin me kokë dhe në kërcime sipër mbrojtja tjetër spanjolle kapi me dorë, po e vlerësuan si të pa influent, sepse është edhe ajo interpretimi që bën arbitri. Domon afërsia plus e ka godit shoku jot. Janë ca interpretime që hyn këtu që të domethënë japin një drejt themi arbitrit që mos ta atij të varit që mos t'i thot arbitrit që hajde valla shive se ka i top me dorë. Prek, që kështu kemi pa shumë si këto raste që nuk janë dhënë penalti, mund të ketë një që i jepet, domethënë këto janë nga ato raste që janë kështu në limite që në qoftë se do jepte penalti do ankohesh Spanja, se dha penalti ankohet Belgjika, jo nga këto që janë 50-50 në për sa i përket interpretimeve. Spanja vazhdoi me atë filozofinë e vet, me tiki-takën e vet, me shumë pasime, po që nuk është se po rrezikonin shumë seriozisht. Të paktën në finalizim, sepse si lojë u mundun ta avenin Belgjikën aty para portës vet, po nuk po gjenin finalizim. Ai Amali u mundu, do më pati ca momente të mira, por prap nuk është atë formën e tij më të mirë që njohim ne Amalin. Edhe më pëlqeu ajo zgjedhja e trajnerit De La Fuente që kishte futur 6 minutë në parë Fabian Ruizin, se më pëlqeu shumë si lojtar ai. Edhe i dha rezultat se shonoi gol. Po jo vetëm për golin, po që bëri lojë të mirë. Për sa i përket pastaj Belgjikës, ishte i goli Dekatelarit, që ishte gol shumë i bukur, edhe ishte i gol
ma thu se degadelari ishte Batistuta, domethënë ishte gol pyke. Më pëlqeu shumë ajo lëvizja degadelarit që e ndëshkoi aty dhe i dhaj çik bukurinë ndeshjes. I dha bukurinë ndeshjes edhe për masat e evenimentit dhe në momentin se çfarë momentit Kupës Botës po luhesh, edhe i dha goxha interes si ndeshje. Po De La Fuente nxori asin nga Mënga Merinon që vazhdon hyn në fund, shënon golin, domethënë ai edhe me Portugalinë edhe me Belgjinë. Rrezik ka po të njëjtën fanellë se ka po me djerës fare. Hyn 4 minuta po gol, del mbaron neshën e vesh neshën tjetër, domethënë e thon kështu batut kjo, po që i ka zgjidh neshën. U bë nesha 2-3. Domethënë Merino nxjerr jashtë Portugalinë, Merino nxjerr jashtë Belgjikën, domethënë i zgjidh problemet Spanjës në e thon ndryshe. Asin Mëng. Mas shumë doja të ndalesha këtë dy statistika, ishte goli i pësuar i pari i Spanjës në botrorin 2006, goli i parë i pësuar, dhe në këtë ndeshje Spanja ka goditur Porton 17 herë, ndërsa Belgjika 5 herë. Ndërsa gjuajtjet në port kanë qenë për Spanjën 8, ndërsa për Belgjikën 2. Po, si që thash, Spanja u mundu gjatë gjithë kohës, po është ajo problemi që shoh që nuk s'kan saktësi për raporte. Patë sulmuesin kryesor që po luajnë është e gjenë çik vështirë për të finalizuar. Eksakt. Edhe nuk e dim sa do i funksionojë edhe në vazhdim, që do të thotë me Francën. Mbetet për tu pa, ndeshje interesante sepse ndeshje rënd. Do ta diskutojmë më vonë. Po. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Norvegjia Angli 1-2, Skjederup dhe Bellingham do pjetë. Shënon Bellingham, shënon 2 herë, 2 herë tjera mbas do pjetës së Meksikës. Domethënë ajo që thash edhe rreth kaluar është të lyp ca metra më përpara, si duket. O ndoshta një mbas Kenit, pak a shumë. Direktive e trajnerit besoj, se kur është më afër me portën është më i rrezikshëm sepse kur është larg i duhet shumë energji për të ardhur për të bërë sprinte në hapësira më të gjata. Edhe shënoi 2 herë. Ishte ndeshje shumë e luftuar sepse ishin Norvegjia me Anglinë, 2 ndeshje që don 2 ekipe që shumë fizike. Edhe ashtu si shpritej, ashtu shkoi ndeshja, ishte shumë fizike, me shumë ritëm nga të dyja ekipet. Haaland ishte në vështirësi. Edhe Keni. Nuk dolën të dy sulmuesit pasi u bëri të mirë nga mbrojtja. Mund të themi të 2 pykat hasën vështirësi, sepse u bë lojë shumë ashpër në mesfush. Domethënë të 2 ekipet kishin shumë kujdes edhe shumë përqendrim për të okupuar çdo zonë të mesfushës që mos lejonin filtrime topash për sulmuesit kundërshtar. Dhe u bë shumë lojë ashpër në sensin e tempit dhe të ritmit në mesfush. Gjë që i penalizoi si Haaland, si Kane, edhe nuk po jepnin dot. Shiko. Ishte ndeshje shumë e bukur në shumë interpretime për të ndjerë, edhe 13 gjuajtje për norvegët, 14 për Anglinë, ndeshje hapur, dhe 4 në port për Norvegjinë dhe 8 për Anglinë. Kishte edhe ca rastet që ishin për të kontestuar. Po do flasim, po që për mendimin tim, ajo Norvegjia e humbi ndeshjen ke i gabimi atit Sorlot në të kundërshtuar shumë të pastër që ishte. Mund vritë ndeshjen 2-0, mund shkote ndeshja 2-0 dhe Anglisë pastaj u bodi i malore Geri që s'kishte foristrat angjiste. Do me atë Norvegji fizike dhe me atë mbrojtje që mbrojt shumë fort. Do ishte rasti më i pastër, paktën për mendimin tim që pat Norvegjia me atë kundërsulm, domthonë mjaftonte i pas i Sorlot për Haaland. Ishte në rrjet. Pastaj se çfarë do ndodhte nuk e gjejmë dot, po 90% i bide që Haaland shënonte dhe ta çonte ndeshjen me 2 gola.
ai nuk e di, hezitoi momenti, fraksion sekonde, aty është aq, vetëm një fraksion sekonde se ai u mundu se do të gjete korridorin më të saktë edhe më të sigurt për pas, po që ai fraksion sekonde që humbi aty bën diferencë një lojtar i madh me Sorlot, edhe nuk e ndëshkuan dot. Ishte një rast që i art për Norvegjin për ta ndëshkuar. Edhe do kishim pa një neshe tjetër pastaj. Jo, që i mund ta zgjidhte shpejt Sorlot, pa me pasim thjesht, rrjet, po ai do të më bëj më të vështirën. Hyrit mes mbrojtësave, pastaj goditi keq fare, më thënë. Gaboj me zgjedhjen. Gaboj edhe i dha shans Anglisë për të qëndruar në lojë akoma. Se me 2-0 thash do ishte shumë e vështirë. Pastaj Anglia u rikthy në lojë. Me golin e Bellingham. Edhe po tash problemi është që kjo neshe patëm një episod të çuditshëm që nuk ndodh shpesh, ose të paktën unë nuk e kisha patë ndodhte ndonjëherë, që kishte topin Norvegjia, portieri i Norvegjisë po bënte goditje, domethënë për të nisë lojën, shkelmon topin gjitet lart, aksidentalisht prek kavon e kamerës së regjisë lart, që i ndryshon trajektoren topit, dhe me trajektoret ndryshuar kap topin Bellingham, vijon aksioni dhe Anglia shënon gol. Çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë raste duhet të kishte qenë sy vigjilent i arbitrit, i varit, i kujdo qoftë, që të kishim pa dhe t'i kishin dhënë zgjidhje, po që me sa duket nuk e kanë vure, edhe tash më mrapa nuk e çaj bosi Jogger, se ajo nuk e kthet dot bosi Leshe. Po që ndodh edhe kjo. Edhe po çuditërisht nuk pati shumë zhurmë sa të mjes gruzgjum, kurse për Argjentinën që do flasim më pas. Soti Allah, ti ishe në Argjentinë. Kishte një mal do komentesh mediat e hatersash që shkruanin, po do hyjm pastaj më pas ke ajo. Po që kjo ishte i nuk po them që e vodhi Anglia, po ishte i rast që si kisha pa ndonjëherë, do nuk kisha ndodhur ndonjëherë. Te goli anulluar i Norvegjisë, i dyti, kishte një kontakt pasi erdhi topi nga kornja, nga goditja e këndit. Kishte një përplasje Alan shtyu njëri nga mbrojtësit tonë, mos gaboj, i Anglisë, edhe pasi shkoi në VAR, verifikoi në VAR arbitri, ajo që duhet bëhet ta niste topin portieri. Jo, pra, u vazhdoi në korne. Jo, ajo pastaj ishte. Atë ai e dha sërish goditje e këndi, sepse mbas reviews që bori arbitri, Haaland atë shtyrjen që i dha, ja e kishte bërë para se ta godiste topin ai i Anglisë që po krosonte topin. Sepse nëse do e kishte krosu topin ai dhe Haaland do kishte bë faullin, atëherë po mund të jepte faull, po ndërkohë ishte faull që ishte në një shtyme kur ndeshja ishte duke u luajtur. Kjo ishte logjika që ai e dha sërish goditje nga këndit, që do thotë momentin e faullit të Haalandit, topi nuk ishte krosu akoma. Dhe ai pranet mori këtë vendim që tha, ok, ti ke shtyr, domethënë, është i pavlefshëm goli, po do gjuhet dhe herë kone, sepse ky lloj faulli që ke bë ti është pa fillu loja, dhe e ktheu atje ke goditja e këndit. Okej. Edhe pastaj Norvegjia u mundu me atë të vetën, madje doli dhe Haaland nga fusha, nuk e di, mos kishte një dëmtim të vogël, se kuptova, apo i lodh. Lodhi. Unë jam të lodhja, nuk është se besoj se kishte një dëmtim neshin më decisive. Jo, nuk e kuptova, sepse mendova tash kur jetë 2-1, domethënë duhet Haaland fush, okay, mund fushësh dhe i sulmos tjetër, që ti të kthesh ndeshjen se je duke humbur. Po kam frikë se mos ka pas një shqetësim në dëmtim të vogël që ka kërkuar dhe ndrime, dhe po nuk e di. Se di. Shkojmë në ndeshjen tjetër dhe të fundit nga ndeshjet
e luajtura. Argentinë-Zvicër 3-1, McAllister, Alvarez dhe Lautaro Martinez për Argentinën dhe ndoje që barazoi një moment. Po, Argentinë-Zvicër ishte u lut mbas Norvegjisë-Anglisë, që i rat fillonte në orën 3 të mëngjesit. Domethënë, ka las gjut në gjithë tifozëve të Argentinës, plus edhe gjithë tensionin madh sportit që kanë dashur me pasi neshje. Ishte neshje vështirë që unë pa të thonë është e vështirë si neshje, se Zvicra nuk është ekip që mund të kollaj. Zvicra e vendos më shumë mirë, do thoja. Ndeshjen Argentina e filloi mirë. Në krahasim me ndeshjet e tjera, u mundu të reagonte. Fati shënoi shumë shpejt. McAllister. Ta i me i vogël. Shënoi McAllister me kokë, domethënë aty ku se prisje, ai shënoi, domethënë McAllisteri shkoi 1-0, po që në ndjesitë e mia si tifoz i Argentinës nuk është se më pëlqeu shumë ky goli kaq shpejt, domethënë se Argentina vazhdoi duke luajtur, po minutë pas minute filloi duke ulë ritmin, duke të rreq metra më mbrapa, po kjo i dha kurajo, i tregoi Zvicrës që tash duhet lush dhe ti, dhe pati goxha momente që edhe Zvicra na vuri impresion. Na vuri impresion edhe derisa arritën e barazuan ndeshjen. E barazuan ndeshjen edhe pastaj erdhi minuta sa ishte 70-72, minuta kyçe e ndeshjes, do thoja. Në 67, po. Fikse 67. 67 mund të ketë 90 episodi, po sa u morën vendimet, shkoi gjithë ajo. Dhe si përfundim të gjithës u dha i kartoni kuq. Tash kartoni e kuq ne duhet ta analizojmë çik. Po. Sidomos edhe për ndjekësit tanë që komentojnë ose jo, tek ne ose kudo, sepse sot u zgjovan mjes edhe ishte i batërdi në për rrjete, Argentina, Infantino, ishin copy-paste, që nga fillimi i kampionatit, e kanë dhe kollaj, nuk shkruajnë tekste të reja, i kanë thjesht copy-paste, posto, copy-paste, posto. Edhe tani ta sqarojmë çik të pjesën e këtij kartonit kuq. Ishte dinamik loje e tillë që ishte i top i diskutueshëm ndërmjet Embolos dhe Paredes në vijën anësore. Paredes shkoi duke ndjek për t'i bë presim dhe pam i rrëzim shumë të rënd të Embolos, që në pamit live tham, hajtë më i boni fall Paredes, tash i ka hyrë ka myt, i ka futur në shkelp. Nese fall, ndërkohë i dha dhe karton Paredesit. Hajde se në ndërhyrje kur je edhe ke auti, aq rënd s'ke pse hy, mendum momentin e parë që ishim live. Pavarësisht se në fraksion sekonde një reagim i Paredesit më laj çik dyshim tek ndërhyrja, sepse në momentin që Embolo ushtri si derë, do ta diskutojmë pas edhe si gara Emboloja, Paredesi pati i reagim shumë me nerv, do ngriti dorën kështu, si më thonë, haca valla luaj, mos ja fut kot, domethënë. Do thjesht kjo më ndaj çik shpresë që ore për tjerë ta shohim ka gjë, domethënë, sepse zakonisht nuk reagojnë shumë lojtarët kur bëjnë fall, reagojnë thonë që jo s'bona gjë, po ai ishte me shumë nerv, domethënë, shumë i vendos ke ajo ç'a kishte bë vet. Po gjithsesi në pamjet live nuk është se kuptuam gjë. Edhe unë të shkullë me kartonin e verdh. Pastaj po shikonim që loja ndaloi edhe arbitri kryesor ishte në kufje me varin. Tham diçka ka ndodhur tash. Bjerë mendova gjën më të keqe për Argentinën, se thash ndoshta falli që ka bërë Paredesi ka qenë aq i rënd sa që duhet dilte Paredesi me të kuqe, se tham mund të ketë vënë
e ka shkel me një kavile, do i ka hy me taka, nuk e di, domosdoshmë ishte moment shumë shpejt. Por kur po shifshim përsëritjen, pastaj shohim që Infantino nuk ishte aty. Zoli? Jo, nuk ishte Infantino Geri. E shohim që Emboloja kishte bë një hudhje kështu si Tobi, baleti operës, pa e prek, po absolutisht se të ketë një prekje shumë të lehtë dhe të simulosh hajde dhe se po hajmë diskutim se e preku, pak e preku shumë, po aty nuk shkë pas asnjë lloj prekje dhe Emboloja fluturoi deri ke stoli vet, se më duket ato të vetët ishin aty se më e mend tash. Dhe Paredes nuk kishte asnjë lidhje, as me lidhse, as me frym se kishte prek fare. Edhe u duke habitshme. Ndërkohë tash komunikon arbitri me VAR-in, i thot shko shife sepse kjo vlla nuk është e verdh, nuk e ka prek fare, ky tjetri është hut ka bëj simulim si lop, po e them me gjithë respektin për lopët që ne japin qumshin Gerit. Dhe shkoi e pa një herë, dy herë, tre herë, siç e pam dhe ne, domethënë kaq herë sa po shifte dhe mori vendimin tim, vendimin e tij që për mendimin tim të shumë të drejtë, që i tha Paredesit hajde këtu, ti nuk ke më të verdh, dhe i tha Embolos hajde këtu, ti ke një të verdh për stimulim, dhe automatikisht dele kuqe, sepse ishte e verdha e dytë. Dhe këtu pati pastaj një protest pa imagjinueshme nga gjithë stoli i Zvicrës me trajnerë etj, po hajde deri diku e kuptueshme se tensioni, nervi, loja, e pranojmë se për shembull në çdo ekip që del një me të kuqe, gjithmonë ekipi kundërshtar proteston, si me drejt, si pa drejt, po është ai frustracioni i momentit që ti ngel me një lojtar mangut edhe don deri këtu e pranojmë, po me deklaratat më pastaj të trajnerit edhe ku dëgjon e budalliqet e këtjerë, nuk e di si i bëhet, sepse pata dhe unë goxha mirë që pam neshën Geri deri sa u gdhi, deri në 6, ku dëgjon sa shkoi neshja. Mirë që fletëm një orë gjys, po zgjum nuk na pushote telefoni, FIFA, Infantino, gërvër, ndërkohë që të dashur djegës, po ju tregoj të njëjtën gjë që i tregova miqve të mi që debatova këtë rast, që rregulloria u zbatu pik për pik në atë moment, një rregullor e re që ka fut FIFA, që kështu kush nuk e di, mos hyni ke tastierat pa googullu i herë, sepse bëni gabime trashanike. Dhe rregulloria e re thot që kujdes ke kartonet e verdh kur arbitri gabon, që do të thot arbitri gabon në mistake identity që quhet, do ngatrimi i identitetit lojtarit. Por rregulloria ka të shkruar fjalë për fjalë. Ngatrimi i identitetit lojtarit që vlen për lojtarin e skuadrës tënde, që për shembull nëse do kishte bë faul Messi po ja fus kot dhe kartonin t'ia kishte dhënë Paredesit, atëherë hy VAR i thot arbitrit që jo, hiqja kartonin Paredesit dhe hipja Messit. Dhe fjalia tjetër është dhe për adversariët dhe për kundërshtarët, që do të thotë dhe kundërshtari kur ka bë një faul ose stimulim në rastin fjalë, atëherë VAR-i ka të drejtë në protokoll të ndërhyjë. Ndërhyri duke thënë që ti nuk ke bërë faul, po te të verdhën, ti ke simuluar dhe je për të verdhë. Dhe gjithë këto ustallarët e tastierave ngatrohen, sepse unë ja çova të dy variantet e rregullores, ngatrohen se më thonin që nuk duhet hy VAR-i. Më thonin që nuk duhet hy VAR-i dhe me shumë drejt ato thonë që nuk duhet hy VAR-i, po VAR-i nuk duhet hy kur nëse Paredes nuk do kishte marrë të verdh, arbitri do kishte dhënë thjesht një faul për Zvicrën, faul të padrejtë se preku, dhe VAR-i dhe nëse shifte që Embolo kishte bërë simulim, me protokoll nuk e ka të drejtën për të ndërhyrë. Por në momentin që arbitri dënon Paredesin, do të thotë që ka bërë gabim me personin që duhet ndëshkohet.
që do të thotë I tha hajde se nuk do të shkohet ky, po do të shkohet ky tjetri. Që do të thotë vendimi ishte shumë I drejtë. Kush do le të hyjë lexoj rregulloren, pastaj se ka nga ato që e lexojnë rregulloren, po e interpretojnë sipas lagjeve që janë. Do një rregullore nga Kamza, një nga rruga Bardhyl, një nga Pazari I Ri, një nga Tirana Re, domethënë rregullori është një. Ja, ma. Që kështu se na kanë mërzit me këtë idenë, po me këtë kavon e Anglisë nuk u mor asnjëri, që kjo është skandal në vete. Domethënë mu po të më kishe ndodhur, domethënë ti isha unë tifoz I Norvegjisë, unë do isha shumë I acarum. Po që nuk merren me këtë. Ora, po merren vetëm Argentina, do është le të them të mërshme. Nuk du ta them si tifoz. Nuk du ta them absolutisht le të lëm futboll. Argentina po tregon futboll të pastër. Pse? Argentina po tregon futboll të bukur. Se po themi se ka gabime të veta. Ore, Argentina mund të eliminohet. Me Angli mund të eliminohet shumë rahat sepse Anglia është shumë lart. Shumë lart. Por hajde tani ta kapim aty ku ka gabime. Jo të ma kapësh ti mu ke pjesa, jo po dora, jo po X, jo po leva. Lejni këto tani se janë gjëra le të them që mund të bëj një kalamaj vogël, nuk mund të bëj një madh. Se këto janë, siç e the dhe ti, janë më tepër ke tastiera dhe nuk verifikojnë se ç'a ndodh me vare këto gjona pastaj. E kupton? Po, Geri, është që vështirë për këto që shumicat e këtyre të sigurojnë që asnjë se njeh rregulloren. Eksakt. Një pjesë tjetër atyre që se njeh nuk është updateuar me rregulloret e reja. Pastaj ka dhe një pjesë tjetër që jo rregullore tjetë, po tjetë qatë det, po që e mesim fush, ne jemi gati ke tastierat. Domethënë, po për këtë fenomen që po I ndodh Argentinës, do kem një reflektim ose një tregim ta quajmë, thojë si doni, mbasi të marrë Kupa Botës, kur gjithë jeni të qetë dhe ta ketë fituar Argentina ose kushdo, do e bëj si diskutim, do e bëj shumë gjatë dhe do I kushtoj goxha rëndësi. Po për këtë ndeshje kjo ishte, domethënë para se të shkruani lexojeni saktë rregulloren dhe pastaj mund të shkruani sa doni, edhe nëse me rregullore është shumë e drejtë, ju mund të vazhdoni si hater sa të shkruani, po që të paktën specialistin jo po kjo s'ka bëja kjo ty, kjo kështu se ai ja futi kot, Foli dhe një arbitër me shumë peshë. Foli një arbitër me shumë potencial në futboll dhe ka treguar me vërtet shumë. Kolina e dëgjuat se çfarë tha. Dalim çike Kolina, se Kolina është më mirë se to analistët e tjerëve. Po tash Gero Kolina doli tha, unë e dëgjova, e lexova, po nuk kisha në mend me dalë me I thonë njerëzve që dëgjoj shifin çka ka thonë Kolina, se do I gjejnë po I brim fyllin, do thonë Kolina është Infantinos, do fillojmë prapë, do nuk nuk e përmena fare, sepse Kolina I tha fjalë për fjalë atij trajnerit e Egyptit, ti vlla duhet mësosh rregulloren një herë pas e tankohesh, me fjalë popullore po e thënë kështu. Po që nuk u mora fare me atë të Kolinës me dalë me thonë çfarë ka thonë Kolina, sepse gjonat ishin shumë evidente dhe nuk bë sens fare, po që është kjo falanga, është ngrit falanga, ka qenë 2022-shin, o lele në naime. Eci. Okay. Këto ishin ndeshjet dhe po tash kemi Geri na dolën 4 gjysmë finalistët. Domethënë ky është si ta qymë më ndryshe para podi botrorit. Se podi është veni parë, veni dytë, veni tretë. Po themi ky është para podit, domethënë janë 4 ekipet më të mira që kanë mbrit deri këtu. Nuk mund të thosh domethënë afirmativo që janë 4 ekipet më të mira, sepse asnjëherë, domethënë ose shumë herë ka që nuk dalin gjithmonë 4 ekipet më të mira, se ka kështu një surprizë në gjë, por përgjithsisht ecën ekipet më të mira. Për shembull, Argentinën në kaçe unë me shikoj si ekipin më të dobët në krahasim me këto të tjerat, duke heq që ka Mesin që mund të zgjidhin neshën me çdo moment, po si kontingjent
Spanja, Anglia dhe sidomos Franca janë shumë më mirë. Spanja, shoh çik më mirë se Spanja, Argentina. Mirë, pa tifozlik. Tu jena pa tifozlik. Po jo, dhe unë pa tifozlik flas. Mirë, okay. Analizë. Patjetër. Por analizë, ajo Spanja po e mori topin, Gera do tam çef, e di, te pjesë. Ne si Argentinë do të fusim të rezervat që t'ja morin topin. Me folën të çështë, me fol drejt domethënë. Jam shumë duke. Jam shumë okay Gigana. Domethënë unë kështu e shoh. Në Kaçën në Argentinën e shoh të katërtën për potencial nga të katër ekipet, Argentinën e shoh të katërtën. Domethënë duke marrë edhe lojtarët 1-1, po Argentina kam një opinion timin që domethënë se të thash duke ditë që lojtarët po t'i morësh 1-1, po mund të ketë Argentina lojtar që në letër mund të jenë një lojtar mund të jetë çik më i mirë se i Spanjës tek një X pozicion, po ajo që kam vurë unë ke Argentina ne edhe lojtarët që kanë potencial, këtë botëror i kemi jashtë forme. Që kështu, kjo është një nga ajo arsyet që unë them që unë e funit Alvarez i djeu shirua. Jemi të katërtët në renditje për sa i përket potencialit për të kalu ose për të fituar botëror titullin. Okej. France Spanjë. Ndeshja parë është France Spanjë. Kjo është ndeshje domethënë shumë e fortë. Kjo është si para finale. E fortë shumë edhe interesante për t'u pa për filozofinë e dy ekipeve që kanë. Franca me atë tranzicionin shumë të shpejt, me ato kundërsulmet shumë të frikshme, me atë Kaçën përpara që ka, ato Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, domethënë janë gjithë frikshëm. Ka një tranzicion shumë të shpejt dhe shumë efikas. Ndërsa Spanja është më graduale, po që është ajo që të mërzit nervin me atë qarkullimin e topit, domethënë nuk të let bish në kontakt me topin. Të let bish shumë pak, edhe shumica e skuadrave kjo gjë i nervozon, domethënë në momentin që ekipet, sado ekipi mirë ose i dobët tjetë, bi shumë pak në kontakt me topin, e nervozon, e nxjerr nga binaret e çik. Dhe domethënë janë dy filozofi të ndryshme. Është ndeshje shumë e bukur për t'u pa. Një parashikim këtu, unë vazhdoj që qëndroj bindjes time që ky botëror është i Francës. Edhe kam përshtypjen që Franca do dali nga ky çift, pavarësisht se me dëshirë, domethënë po të më thush qofse s'ke as interes, po kush do të dali, do isha me Spanjën. Domethënë atë futbollin që i pëlqeu ose paktën dhe në Evropian unë bëhem tifoz me Spanjën, se duke qenë Argentinas, ne s'morim pjesë në Evropian, edhe zakonisht bëhem me Spanjën, kam qeftit e Spanjën, domethënë për dëshirë do ishte Spanja. Po për të nejtë drejt dhe për të thënë atë çfarë është reale, sipas mendimit tim gjithmonë, Franca është ekipi për të mundur. Dhe e shoh Francën, e shoh Francën një 2-1. Okej, unë shkoj 52-48 jam, 52 për Francën, 48 për Spanjën. Domethënë ti e shef 1,5-1. Po qesh 1-0. 48. Killi. Shënon diktatori 1-0. 1-0. Okej. Ndeshja tjetër Argentinë-Angli. Gjysmëfinalja tjetër Argentinë-Angli. Rikthehemi. Në mos gaboj edhe 86 atëherë çek finali ka qenë. Jo. Po, në çerek finale se në gjysmëfinale ka dalë me Belgjikën Argentina atëherë. Pastaj në finale me Gjermaninë, po me Anglinë, Argentina-Angli, Gjeri nuk është vetëm i nesh e futbolli, ne që jemi tifoz Argentinës, ndoshta edhe të tjerë, e dinë shumë mirë që është përtej i futbollit, ka histori të vjetra, ka dhe këngët që këndojnë tifozërit, domethënë për Maldives, për ishujt, lufta etj, domethënë ka ca gjëra sensitive shumë tjera për te i futbollit. Dhe është ndeshje shumë e ndjerë, shumë e luftuar, domethënë i kalon për masat e futbollit, Geri Troç.
Argentina-Angli i kalon për masat e futbollit. Pa shohin ndeshje shumë të luftume, shoh një Angli shumë mirë në kondicionin fizik, shumë e fortë. Argentina duhet luajë me shumë kujdes me Anglin, po me shumë kujdes me Anglin. Duhet të reduktojë çdo lloj gabimi të mundshëm dhe pastaj të presit në një moment të mirë të Mesit ose të Lautarës ose kush do luajë, besoj se Lautaro do jetë këtë ndeshje. Vetëm ata Elmadën mos që të shpresoj ta ndëshkoj. Por që është tetë e vështirë, me thonë troç unë si tifoz i Argentinës, domethënë kjo dalja në gjysmëfinale, kjo ishte domethënë ajo objektivi që unë i veja në mend Argentinës, duke ditë përbërjen, formën e tjerë, sepse kështu në letër më thosh ti ish kampione, Allah duhet dalësh kampion, po ja nuk funksionon kështu gjëja. Domethënë për mendimin tim Argentina arriti atë objektivin normal, real të ekipit saj që arriti deri në gjysmëfinale. Tashi e tutje çat kapi është qarë, si thon. Po. Dhe Argentina-Angli një parashikim, tashi parashikimin këtu jo me zemër. Se dim, jo me zemër, se me zemër du 5-0, 6-0, pas si unë po ta them një me zemër po të vogël, Geri, me një zemër të vogël dhe të ndrojtur, po të them Geri një 1-1 dhe shkon shtesë, pastaj nuk e dim se çfarë. Qina me menje. 1-1 po mendoja, kisha në mendin tani. 1-1, unë s'jom për shtesë fare, për penalti direkte mëse. Se s'ka shkuar si neshe me penalti, do shkoj kjo. Të shohim si do shkoj. Këto ishin edhe na presin 2 ndeshje, 2 super ndeshje, të 4 ekipe me super potencial, me një Argentinë që ka një potencial më të vogël se sa këto 3, po që me një mes brenda çdo gjë është e mundur, mbetet për tu pa, nuk e gjejmë dot. Do të takohemi dhe do të diskutojmë mbasi të mbarojnë këto ndeshjet dhe të diskutojmë për 2 finalistët më pas, po që ka ardhur një moment shumë të bukur botërori që është për të shijuar, për të parë edhe larg durët nga tastierat zotëri haters, mos u merrni shihni futboll, shihni çfarë luhet, çfarë bëhet, mos u merrni me tallava. Këtë e them për erën, se është botë tallava ky mohabet, që kështu shihoni futbollin, domethënë nëse Argentina ikën me Anglinë, drejtoni të gjithë ke zyrat e punës, se do ngelni pa punë, se do keni mod me çat merreni. Po për këtë ju thash do kemi diskutim shumë gjatë mbasi të mbyllet botërori. Okej, besoj se erdhi fundi këtij episodi. Falenderojmë sponsorin ton Vodafone, rrjeti kampion i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone që na mbështet. Ndërkohë falenderojmë dhe Studio Vasin për dizajn dhe DigiPrint për banert e prodhuar. Ndërkohë ju ftojmë të gjithëve ndjekësve tanë, na bëni subscribe, dhe ta ndiqni në kanalet tona YouTube, TikTok, Facebook dhe Instagram. Ky ishte episodi i radhës, ju këshilloj ndiqni ndeshjet pa emocione negative dhe pa ndikime që pse ta mori ky botërorin dhe mos ta mori ai. Mirupafshim, takohemi episodin e radhës.